Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Pas përfundimit të numërimit të votave të diasporës për partitë politike, Partia Socialiste siguron 83 mandate deputetësh. Ajo arriti të ruajë mandatin e 12 në qarkun e Fierit, ndërsa Partia Demokratike mban 50 mandate por garantoi mandatin e 4 në Lezhë, vijon gara për votat preferenciale. Taulant Balla reagoi me një mesazh falënderimi pas përfundimit të numërimit të votave të ardhura nga jashtë vendit në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Përmes rrjeteve sociale, Balla e cilësoi votën e diasporës një akt historik, duke vënë në dukje mbështetjen masive që dhanë shqiptarët jashtë vendit ndaj Partisë Socialiste dhe kryeministrit Edi Rama. Mirënjohje diaspora kuqezi, mbi 120.000 shqiptare pothuajse 2 në 3 votues nga jashtë, mbështetën Edi Ramën dhe Partisë Socialiste për ta vendosur flamurin kuqezi në oborin e Bashkimit Evropian. Kjo është një votë historike, shkruan Taulant Balla. Deklarata erdhi pas përfundimit të numërimit të mbi 197.000 zarfeve të ardhura me post nga votuesit shqiptar jashtë vendit, me një pjesëmarrje rekord për rreth 80% të regjistrimeve. Sipas të dhënave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Socialiste mori mbi 122.000 vota nga diaspora, duke siguruar mbi 61% të mbështetjes, shumë përpara Partisë Demokratike të subjekteve të tjera. Vijon gara për votat preferenciale. Më e fortë betejë zhvillohet brenda Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës. Ish ministri Olta Xhaçka arriti të kalojë kolegin e saj Blerina Gjylameti pas numërimit të votave të ardhura nga Greqia për Tiranën, duke marrë një avantazh për 69 votash. Krahas asaj në Partinë Socialiste, Orlando Rakipi ka një epërsi prej 447 votash ndaj Xhemal Qefalis, një tjetër emër që ka siguruar mandat nga lista e hapur është ministre Anila Denaj, e cila u zgjodh përmes kuotës gjinore. Në Lezhë, Marieta Neli kryeson me 464 vota ndaj Admir Kadelit. Në qarkun e Fierit, socialistët Dimitër Kruti dhe Ramion Kruti ndodhen një garë të ngushtë me vetëm 117 vota diferencë mes tyre, ndërsa në Korçë Besa Spao paraqitet të ruajë mandatin nga kolegja e saj socialiste Eslem Vera Zake, duke udhëhequr me 566 vota. Në kampin opozitar, gara brenda Partisë Demokratike në Tiranë konsiderohet të mbyllur. Në Tiranë, Jorita Tabaku kryeson me mbi 2300 vota ndaj Ilir Ali Mehmetit, një rezultat që nuk pritet të ndikohet nga votat diasporës. Ajo pritet të sigurojë mandatin e vetëm që Partia Demokratike mori në listën e hapur për këtë qark. Në Lezhë, Kastriot Piroli ka një epërsi ndaj Aleksandër Lalës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kurrë dhe një deputet koalicioni Alianca për Shqiptarët. Deputeti i Aleancës Salim Sulejmani dha dorëheqje nga funksionet partijake brenda Aleancës për Shqiptarët, si dhe nga opozita si deputet në Kuvendin e Republikës Maqedonisë së Veriut. Përmes një statusi në Facebook, ai shkroi se ky bashkëpunim politik është një shkelje e premtimeve tona dhe përfaqësimit që qytetarët shqiptar meritojnë. Ky veprim për mua është i papranueshëm, pasi nuk mund të jem pjesë e një aleance që bëhet për arsye të interesave të ngushta politike, e me njerëz të përmendur në listat e zeza ndërkombëtare për përfshirje në afera të rënda, tha deputeti Salim Sulejmani. Pas largimit të tij, Aleanca për Shqiptarët e Arben Taravarit mbetet me 4 deputet, një numër që i pamundson formimin e grupit parlamentar në kuvend. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj, një funksionar i lartë i Aleancës për Shqiptarët, rreshtohet kundër vendimit të Arben Taravarit. Përmes një video mesazhi, Fetaj siguron antarësinë se rruga e Aleancës nuk kalon nga Ali Ahmeti. Antarësia po flet, gjithandej, votuesit po flasin. Ata po flasin zëshëm, po flasin qartë, me kërkesë për drejtësi dhe për rrugë të pastër. Dhe unë po them sot me bindje të plotë. Jam këtu në krah secilit dhe secilës prej jush që nuk e pranon poshtrimin e shpresës sonë. Nuk do të lejojmë që BDI të kthehet sikur të mos ketë ndodhur asgjë. Ata duhen përballen me të vërtetat që i kanë shmangur për 2 dekada me radhë. Këtu nuk bëhet më fjalë për individin. Këtu është në pyetje dinjiteti jon kolektiv. Zëri im do të jetë zëri juaj. Zëri i aleancës që nuk dorëzohet, që nuk shitet, që nuk friksohet. Ne jemi zëri i rrugës së ardhmit. Dhe ajo rrugë nuk kalon kurrë nga Ali Ahmeti dhe nga askush që nuk ja don të mirën shqiptarëve. Ju falemnderit të gjithëve dhe të qëndrojmë krenar. Tha zëvendës kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut Arben Fetaj. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.